Google ka ardhur në muajin maj me teknologjinë më të fundit për sa i përket të syzeve dhe ato janë versioni i ri që quhet Android XR, krejtësisht të ndryshme nga syzet me të cilat ne jemi mësuar të komunikojmë, të lexojmë, nga syzet optike, të cilat zvoglojnë apo zmadhojnë në varësi të problemit që kemi ne me sy të objektet apo gërmat me të cilat lexojmë. Janë syzet e së ardhme sepse kanë një sër funksionesh, të cilat janë përkthim në kohë reale të bisedave, udhëzime rrugore të shfaqura vizualisht mbi rrugën tënde, shfaqje të njoftimeve dhe mesazheve me komandë zanore, identifikim të objekteve përmes kamerës dhe inteligjencës artificiale. Përveç këtyre që tham më sipër, Android XR do të lidhet direkt me telefonin për të bërë thirrje, për të dërguar mesazhe apo për të bërë fotografi dhe video në kohë reale. Pra, komunikimi me syzet do të jetë përmes zërit. Nuk do të jetë e nevojshme, ndoshta fare të flasim, ndoshta mund të jetë e nevojshme vetëm të prekim pak bishtin e syzeve gjatë udhëtimit apo kudo që jemi, dhe menjëherë merret komanda për veprimin që ne do të duam të kryejmë përmes syzeve. Kujtojmë se tentativa e 10 viteve më pare Google Glass, pra syzeve të Google i dështoi sepse ato nuk ruanin privatësinë, nuk ishin shumë praktike në përdorim, ndërsa Android XR janë elegante, mjaft komode dhe shumë të thjeshta në përdorim, duke qenë një binjak shumë i mirë dhe rivalizues i inteligjencës artificiale, kësaj radhe, jo përmes tabletave, jo përmes celularëve tanë, por përmes syzeve që do të vendosim, sepse do të mjaftoj vetëm një prekje e lehtë ndoshta tek bishti i syzes dhe do të kemi të gjitha shërbimet që thash më sipër. Presim dhe shohim çfarë do të na sjell Android XR.